Unë po mbroj një të vërtet themelore për një shoqëri të lirë. Po mbroj votën. Ky është një mision për mua. Unë e kam theksuar. Ky është një mision po aq i rëndësishëm dhe mos më i rëndësishëm se e 91-shit. Po mbroj votën e humbur. Ç'po përdoru këtu? Po mbroj votën nga një botë e stërfuqishme krimi. Nga një shtet i shkrirë një me kartelet e drogës. Po mbroj votën nga një parti krimi e shkrirë një me shtetin. E bërë një me shtetin. Po mbroj votën nga një propagandë antidemokratike që nga mëngjesi gjërëndark mbështeti narkodiktaturën dhe tani përpiqet të përligj farsen. A e kupton se çfarë pozicioni jam sot unë? Po unë ndjem më i motivuar se kur nga ky pozicion. Nuk kam unë absolutisht asnjë gjë personale, por në këto rrethana, alternativa e vetme është të qëndrosh me të gjithë fuqinë, edhe ne po qëndrojmë. Se duhet ndalemi. Shqiptarët nuk kanë me votën. I këtë dëgjuar i thonë, zgjedhjet patën thonë administrim u mirë administruar. Po ju nuk e dini, ju them unë ju. Administrimi më i shkëlqyer, më i përsosur i zgjedhjeve bëhen diktaturë. Po, si administrim, perfekt. Po ata kishin një të mirë. Ishin më sinqert. Ata nuk flisin për zgjedhje, flisin votim. Ata flisin për votime. Votim fillonte vetëm kur shpallte, u shpallën zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë 6 muaj para dhe pastaj 6 muaj rresht vetëm votim, se s'kishte garë. E dinin ata, ishin tërgjegjshëm atë. Po kështu nga pikpamja e administrimit, ishin të përsosur. Administrimit, pra, nuk mund të merret administrimi një etalon. Sa atë e bën më mirë se kushdo e bën diktatura. I merrnin me helikopter, me ushtri, i çonin ato kutitë e votimit në pikat më të largëta, i filmonin, i paraqistin, që ja organizimi. Kaq është kjo, am thënë. Pra, unë po bëj atë që duhet bërë. Dhe bashkëpunëtorët e mi po bëjnë atë që duhet bërë. Nuk janë asnjë prej tyre që partia duhet bëjë analizë, jo. Po e din që përparësia absolute është kjo. Nuk ka më zgjedhje këtu. Mos bjeri kush, mos dëgjoj njëri, se me Edi Ramën mund të bëhen zgjedhje. Kur? Urdhë farsa. 2 herë, po duhesh e marrim edhe e analizojmë në rrafshin sasior dhe cilësor. Kjo fars ishte 2 herë. Më madhe se e 2021-shit. Po. Nuk u falen 200 milion gjoba. Nuk u dhanë për 48% të zgjedhësve 100 euro, si që ndodhi tani. Nuk arriti këtë shkallë organizimi kriminal rrjeti patronazhistëve. Nuk u dhanë. 28.000 hektar licenca për 28.000 hektar drogë. Nga 200 që duhet hipesh sipas ligjit. Ligji përcaktonte, ka bu një ligj ky. 200 hektar, janë dhanë 28.000 hektar. Pra, këto janë. Unë besoj se çdo minutë
Çdo orë dhe çdo ditë po bëhet më e qartë para shqiptarëve ajo që ka ndodhur në këto zgjedhje. Por ne do insistojmë që shqiptarin e fundit ta bindim për farsën elektorale.